Si i mani mend ju paradat në vitet kur keni qenë më të rinj, kotën verit po themi. Si i bëte shteti atëherë? Shumë mirë i bënte, organizimi ishte i mrekullueshëm. Dilshim për festim, bëjshim gjëra, gjëra të mrekullueshme. Çfarë mbani mend ju një gjë që ju bëte Bëjshim më përshtypje? tepër këto festat e vitit të ri, paradat, Për paradat jam interesuar. për Si i bënin paradat atëherë? ishin madhështore, me thonë drejtë, ishte një organizim shumë të madh, po kjo u bënte zakonisht me 29, jo me 28. Dakor. E kështu që vetë regjimi e kishte sfumu pak 28-ën. Ne sot majmë 28-ën, unë për vete, sepse ajo është shenja e kombit tonë. 29 është se gjithë popit tjerë që ushqirun, dikush më para, dikush më mrapa, s'ka rëndësie, ja? Po më tregoni ja dy detaje. Çfarë bëheshin? Vinin njerëzit në mëngjes, fillote parada ushtarake, në fjalim nga u bonte deri te kos. atje ke hotel Dajti që i thoshim ne dikur, ose më mrapa e kthyn tek kryeministria, ngrishin një podium të madh, aty vite gjithë udhëheqja. Populli poshtë parakalonte, me radhë, ishte parakalim ushtarak, ishte edhe popullit civil. Neve na organizoheshin si mas ndërmarrjeve që ishin në atë kohë, dilshin, për shembull, ndërmarrja më e madhe atëherë më kujtohet ka qenë uzina e traktorëve. Dilshin me parulla të mëdha ato. Pastaj vishim me radhë, migjeni, e gjithë ndërmarrjet e kryeqytetit. Ishin gjëra të bukura, bëjshin gjëra të bukura. Të organizuar më shumë, organizimi kishte të bënte shumë. Jo gjithsekush më qeft vet. Po kjo e sot në si u du? Ku ka sot? Shoh. Kjo këtu? Pa kjo këtu. Jo. Këto i kanë bërë kosovarët më shumë. Këto e kanë bërë, ata janë patriotë, zotëri. Ata janë patriotë. Sa kosovarë kishin arë sot? Neve 11.000 tha. 11.000 kosovarë. Nga Morina kishin kalu sot 11.000. Po besoj kanë ikë në Vlorë. Po mirë. Ata janë patriotë. Aty janë festa. Edhe në kohë të përpashme, kur kishte një përvjetor, që ishte 10 vjeçar, zakonisht, në Vlorë shkonte udhëheqja. Edhe në atë kohë. Faleminderit, Zuar. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirupafshim.